Çdo ditë përballemi me zgjedhje, disa janë të thjeshta, të tjera nuk ndryshojnë jetën tonë për gjithmonë. Zgjedh të frymëzoj, jo të ndjek verbërisht të tjerë. Unë zgjedh shëndetin, nuk doj që një cigaret të më kontrolloj jetën. Unë zgjedh ëndrat e mia, e di që droga i shkatron ato. Ne jemi brezi që zgjidhim veten, jo varësi. Unë zgjedh sportin, jo duhanin. Miqtë e vërtet nuk të shtyjnë drejt duhanit apo drogës, ato të ndihmojnë të jesh vetvetja. A ja vlen të rrezikosh jetën për të qenë cool për disa minuta? Varësia e drogës mund të fillojë me një herë, më pas të kontrollojë jetën tënde. Cigare të vjetë shëndeti. Nuk ka asnjë të fortë i dikush që pi duhan apo përdor drogën. Forca është kur thua jo dhe respekton veten. Dhe u ti shembull për të tjerë, thua jo për veten tënde për të ardhmen. A e di që sa herë që refuzon jemi forcë e varësia? Kur të vijë një moment që dikush të ofron diçka që ti e di por nuk është për ty, pra jo, sepse ti vlen më shumë. Ne zgjedhim jetën, zgjedhim të jemi të lirë, zgjedhim të mos jemi viktima, zgjedhim të themi jo. Stop duhanit, stop drogës. Njeriu të dua dhe diçka që të dua për ty është një jetë gjatë dhe e lumtur. Duhani dhe droga janë armiqtë e asaj që dua për ty. Ike ëndra të mëdha dhe potencial. Mos lejo që një cigare apo sustancë të ndaloj rrugën drejt të ardhmes që ti meriton. Të dashur nxënës, shëndeti juaj është pasuria më e madhe që ju keni. Konsumimi i drogës dhe i duhanit nuk është thjesht lëviz. Është në kurth. Mos lejoni që presioni dhe kurioziteti t'ju largojë nga rruga e duhur. Ne jemi me ju për një të ardhme të ndritur dhe të shëndetshme.